patur një jetë sa më gjallë pronarkishës. Pikërisht kjo kërkoj. Asgjë nuk është monotoni pronarkishës, është aktivitet, aty është jeta. Nëse ne me fjalën e Perëndisë së shpirt, aty do të gjejmë rrezikun e frikës. Aty do të gjejmë rrezikun e stresit. Vetëm kështu ne do të ecim edhe nga shpirtat tona do të heqim gjithë ato pasione të këqija që gjithmonë e dëmtojnë njeriu edhe fusin në rrugën gjithmonë e gabuar. Ky është veprimi i djallit. Kush është djalli? Është ai i cili ne na shtrëngasim pikërisht me mësimet e Biblës dhe mësimet e vetë Jezusi Krishtit, neve do të jemi sigurt të jetë. Për këtë jemi të garantuar me një vështrim. Megjithatë, atje tek këndi punës, do të lexojmë një parabolik vogla, të marrim pak kuptimin dhe pastaj do të fillojmë me punën. E rëndësishme për mua nuk është sa puna por mënyra e organizimit që nuk është e lehtë për të, por e rëndësishme mendoj tek ju do të jetë ky një monotoni, filluar të jetë dhe jeta nuk është vetëm në shkollë, edhe në shtëpi, por ka aktivitete, duke bërë aktivitete, neve mësojmë në një tjetër, e tonë një tjetër sinqerisht, respektojmë një tjetër. Puna është ajo që kultivon anën një në shpirtin kryesor. Kjo është shumë e rëndësishme. Do të fillojmë diçka këtu, dhe do ta bëjmë, do të themi se do të ecim edhe në jetë. Do të marrim iniciativë, ndonjëherë shikojmë se si do të jetë punë. Do rregullojmë klasa me modele në shkollën tonë. Do të jetë mirë, do të krakas atje të mëshme. Do të jeni më të parë të mëshme. Dhe mendoj se do të jetë ide e mirë. Vina të pamë në do të shkojmë atje. Përpara të puna. Tashi, atje do të organizojmë një kurs. 3 persona në mresh. Njëri do të shkojë parë, njëri do të shkojë Leo, njëri do ta mburojë nga pas. Specialistët do të konë se si bëhet se se fundimit do të shpjegojë si do. Ne do të vazhdojmë punën e ardhshme. Besoj se do të marrim shpejt. Tashi, Gjuba, doni të vini ku aty? Jema, hajde, fillon tek vargu i 14. Mbretëria e qeve ngjan gjithashtu një njeriu që kur po nisej për një udhëtim i thirrri shërbëtorët e tij dhe u besoi pasuritë e veta. Njëri t'i dha 5 talanta, është lloj monedhe. Tjetri 2 dhe tjetri 1. Secili sipas zotësisë së tij dhe u nis e iku. Tani e që kishte marrë të 5 talantat, shkoi dhe bëri tregtim me to dhe fitoi 5 të tjera. Po ashtu edhe ai që kishte marrë 2 talanta, fitoi edhe 2 të tjera. Por kurse ai që kishte marrë 1, shkoi, hapi një grop në dhe e fsheu denarin e zotit vet. Tani mbas një kohe të gjatë kthye zoti atyre shërbëtorëve dhe i bëri llogarit me ta. Dhe ai që kishte marrë të 5 talanta doli përpara dhe paraqiti 5 të tjera duke thënë: Zot, ti më besove 5 talanta, ja me ato unë fitova 5 talanta të tjera. Dhe zoti tha: Të lumt shërbëtori mirë dhe besnik. Ti u tregove besnik në gjërat e vogla, unë do të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e zotit tënd. Pastaj erdhi edhe ai që kishte marrë 2 talanta dhe tha: Zoti më besove 2 talanta. Ja me ato unë fitova edhe 2 të tjera. Dhe Zoti tha: Të lumt shërbëtori mirë dhe besnik. Ti u tregove besnik në gjërat e vogla, unë do të vë mbi shumë gjëra. Në fund erdhi edhe ai që kishte marrë vetëm 1 talant dhe tha: Zot, unë e dija se je njeri i ashpër që korr atje ku nuk e mbjell, dhe vjell ku nuk e shpërndat. Prandaj pata frikë dhe shkova dhe e fsheha talentin tënd në kokë. Ja unë po ta kthej. Dhe i Zotit duke përgjigjur tha: Shërbëtori mbrapsht dhe përtat. Ti e dije se unë korr atje ku nuk kam mbjell dhe vjell atje ku nuk kam shpërndar. Ti duhet të kesh besuar denarin tim
bankierëve dhe kështu me kthjelin tim do ta kishe marrë me interes. Tash kush është qëllimi i kësaj? Nuk do ta marrim edhe nga ana fjalë. Që vetë Jezu Krishti tha para njerëzve ishte që nëse ne morëm një fjalë të Perëndis, e hodhëm në shpirtin ton, nëse ne do ta kroposim thellë në shpirt dhe nuk do të shprehim ato veti të cilët ne i morëm nga kjo fjalë, atëherë ç'kuptim do të kishte kjo? Fjalën e Perëndis ne duhet ta marrim në shpirtin ton dhe atë ta bëjmë të ditën në mbar popull. Në mbar të tjerë, të bëjmë për vete shokë miq të tjerë, shokë vëllezër të tjerë. Kështu ne kemi investuar. Ky është investimi dhe shpërblimi do të jetë shumë i madh. Do të kemi shokë vëllezër të tjerë. Pikërisht gjithmonë Jezu Krishti ka folur me paraboli, shikojmë shumë paraboli dhe mrekulli të tij brenda në Bibël. Ne atë zbatimin do ta bëjmë vonë. Pikërisht edhe për këtë do të lexoj edhe një pasazh të shkurtër. Edhe pastaj do të fillojmë nga puna. Djema, zojt e qiellit erdhën dhe hëngrën. Një pjesë tjetër ra në gurishte ku nuk ishte shumë dhe edhe mbiu me njëherë sepse s'kishte një tokë të thellë. Po kur doli dielli u doq dhe me që nuk ishte rënj u tha. Një pjesë tjetër ra midis ferrave. Ferrat u rritën e mbytën dhe nuk dha fryt. Një pjesë tjetër ra në tokë të mirë dhe solli frut, që rritej dhe u zhvillua për të dhënë njëra 30, tjetra 60 dhe tjetra 100. Pra, këtë paraboli nuk do të pyes, por do ta zbërthej vetë, siç e zbërthen edhe vetë Jezu Krishti. Mbjell si mbjell fjalën. Ata gjatë rrugës janë ata në të cilët mbjellet fjala, por pasi e kanë dëgjuar atë, vjen menjëherë Satanai dhe u heq fjalën e mbjellë në zemrat e tyre. Po ashtu ata që marrin faren me një gurishte, janë ata që kur e kanë dëgjuar fjalën e pranojnë menjëherë me gëzim, por nuk kanë rrënjë në vetvete dhe janë të përkohshëm dhe kur vjen mundimi ose përndjekja për shkak të fjalës skandalizohen menjëherë. Ata përkundrazi të cilët e marrin faren midis ferrave, janë ata që e dëgjojnë fjalën, por shqetësimet e kësaj bote, mashtrimet e pasurisë dhe lakmit për gjërat që nuk hyjnë në punë, e mbytin fjalën dhe ajo bëhet e papryshme. Kurse ata që e morën faren në tokë të mirë, janë ata që dëgjojnë fjalën, e pranojnë dhe japin fryt. Njëra 30, tjetra 60 dhe tjetra 100. Po ta shikojmë, kjo tokë dikur ka qenë kërrisë ashtu siç ishte, shikoj tash si është bërë. Ne kemi tokë të mirë. Nga kjo tokë ne duhet të përfitojmë nëse nga kjo tokë do të heqim ferrën, drizën, barin. Toka është shumë e mirë. Në zemrat toja jam i bindur se zemrat toja janë shumë të pasura e të pastra. Pra merreni fjalën e Perëndis, futeni në shpirtin tuaj. Kujdesuni për atë. Rriteni me kujdes dhe jeni të bindur se frutet nuk do të vonojnë. Kaq ishte edhe kuptimi i kësaj parabolie. Tash specialistat do t'ju ata që do marrin qesën do hedhin fleu ose parë. Dakor? Tjetri do të mbulojë me dorë. Tash. Mos avash. Ngrihen në kamë tesin e pleut. Dale, tash do t'ju shpjegoj, dëgjoni çik specialistin, pastaj do veprojmë. Ja gjimnasta bëjta. Domethënë sa është distanca këtu? Ka këtu, ka përgatitur në mënyrë shkëmbyrë patane, për vetë fakti se është e ardhur. Dëgjoni çik. Ka ato faktorë që themi në agronom këtondi, lagështi, temperaturë, ngrohtësi këtondi, janë të favorshme. Dhe kanë predispozuar që përgatitja e tokës të bëhet shumë e mirë. Me fjalë që lagështi nga e pata normale, ka qenë e ngrohtë edhe i përgatitur shumë mirë toka për mbjelljen e patate. Si veprohet ashtu? Ne dhe në këtë fazë që ka rritur këtu, që është përgatitur toka, është pluguar, është frezuar dhe janë hapur brazat. Brazat hapen në distancë 60 me 60 njëra me tjetrën, po ne këtu i kemi rreth 67. Duke patur brazat 60, do vendosim bimë 40, tani do të vendosim bimë 40, do të vendosim 35 pond, do të sigurojmë numrin e bimëve për dëlim që ka vendosim që ka llogaritur normën e farës e të gjitha gjërat këtu, që mos na dalin pa numrin. Përpara se të vendosim farën, ne do shikojmë hedhim pleun. Ky ka marrë plet kombinuar. Ky pleu kombinuar ka rastin e bashkollu, fosfor, kalium, ka sulfat, ka dhe squfur. I katët është një plej mrekullueshëm që
që përdoret shumë në patate, në perime, në domate, në bostan, edhe i bën të tëra veprimet që keni dëgjuar ju superfosfat, nitrat. Ky i ka bashk. Përdoren për hektar, i themi ne, 4 deri 5 kontal do patatja, se shkultur e shfrytëzon shumë atë fosforin dhe potasin. Me qenjë këtu kemi flet kombinuar dhe përqindja këtu është 12% ka fosfor, 12 potas dhe 20% ka shufër dhe kalcium. Si do ta përcaktojmë masën tash? Ta përcaktojmë masën. 100 gram pavarësisht një dorë këtu. Do të ishte mirë tashim bërë, tashim mësuar syri, se po mësuar tashim matës, a 100 gram, sikur në tashim peshuar. Një ata një dorë do t'jetë, një ata gjithë t'jedhin ple, 11 veta. Si përcaktojmë atë sasinë, se sa do hedhin ple, do përcaktojmë distancën se rrjeshat i kemi përcaktuar, se kam tërë i traktoi. Do përcaktojmë distancën e bindëve. Po do vendosim 35, unë flamën e kam 25, po më do me 10, 35 po. Do vendosim tjetër këtu, dhe do hepsim. Keni parasysh ka do t'jetë patate nga Largësia nga patate. patate. Largësia nga Lorena, Loren, hajde pa. Haj njëra. Hajde të hedhësh larg. Tashi, i fillojnë që të trejojnë, këtu se Pesë qile ka. Ma ta më tani e pesë pak fare. Nuk do të nisin i detar njësoj. Nuk do të esi për parë, gjithë do të nisin njësoj. Jo, pak fare. Dëgjo, kush është këtu? Nikola, hajde këtu. Kita. Ale tjetëri këtu. Mos, hajde këtu. Hajde pljeu tjetër, kush ka pljeu? Ja, më plie. Hajde këtu. Keni nga jesh plie. Një sekund, mos e më gjithë se do të gjendë dhe ikim shpejt. Këtu me plie, kaq, shumë pak, do 30 fond, se këtu do të shkojnë plie tjetër, shumë pak, restin tjetër këtu, me ple, restin tjetër këtu, po do të vëllë tjetër, Hajde nos patate, Zana po tipa në ndihmën e tij. Cili mbuloj ta? ne kemi Po shkuli tonë këto. shumë pak ple, sa marri pozat e kishtë. Shumë pak. Një do bëjmë fare, më të hajtë. Ti më kur të vesh fare, po vjen shuja. Të Kalama. Po një
Se mu bene tanto stavi? Nicolin! Nicolin! Patate! Fate mie patate! Nicolin! Ia tu! Ia mergi tu apă la. Da, šuma, peskom. Ajo, šombulova. Ja me kam što sam me kama, čik me dovkova. Ej, po franta. Det är spinne vem som spelar där. Men kan vi spela på bättre kött? På bolaget, men Linus borde ha sett det. Jo, idem. Cam mică sete, cam picuță, cam și activitate, de cam Göz. Dima. Dobro. Naše kućakine ne budu. Fred, Radon. Patije. Dima. Dale mir, zilin mu apaslar. Ha, tu bak şalli. Hadi tarafın zirvesi. Ei. Dima. Haza. Kupa Sirona. Ueno! 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 Mira chica tu orche, mira chica tu perra. Dale, mă, să vreau să dani stanga de. Ja kam şu pik dokte. Nu e pare. Merge la şu. Băiata eu. Şuraze. Mijate. Eu obrigam, eu não eu obrigam. Que activitate que nós Ja sam trinta. Perfect. Nasıl yedi?
Dorin me sfushit tu. Majtë se këtoni. O bedade që këtu. Mbrojt që gjatë në të majtë. Dy qendrat mund të deta. Tani, nuk është qëllimi kryesor fitoria. Dua lojë të ketë asnjë shkelma si gjë. Nëse duni as shere as. Sa ish misore do të Të porosi do jap atyre se kanë ata tifoz lek për shkak të. Nuk diskutohen as shkelmin ata gojë. Loja do të jetë qetë. Mund të jetë edhe gjysmore ndeshje. Gjysmore do bëhet, të mendim. Gjysmore këtej. 5 minuta pushim. Shiko çuna ju kalove, asi kalove ti. Kalov shumë rapa. Do bëj ti. Ama kete pa. Veni na moshë. Na moshë. Ansor, doni juve apo s'ka nevojë? Doni? Në rregull. Do çik plan parku desh, po na edhe. Ka? Jo se deri. Molosha dhe tia. Po, me ka thënë të një deshë do Juve do Man ka futur leli, man.